Përshëndetje! Mirë se erdhni në Krip dhe Piper, unë jam Alfio. Unë jam Indriti. Dhe sot për ju, për ditët e fundit e ftofta të marsit, kemi një recetë fantastike, një supë me qiqra. Supë me qiqra, shumë e shishme, shumë e mirë, me shumë perime, prandaj vetëm shikojeni. Shumë perime, kemi 2-3 lloje perime, po s'ka gjë. Mendni se një gjithë ingredientet që na duhen për recetën e sotme. Domethënë shumë perime, vetëm 3 më shumicë. Të shohim se dalin në fund. Supë me qiqra. Për 4 persona ju duhet 700 gram qiqra, 2 qepujka, 100 gram buk, 1 karrot, 2 selino, 50 gram djam derri, 2 domate, erza sipas dëshirës, krip dhe piper. Për recetën e sotme shumë e rëndësishme që të përdorim ca qiqra që janë gjysmë të zira dhe janë konservuara, i gjeni te marketet Konad, në kavanoza dhe janë gati të buta, mjaftojnë 30 minuta zirje. Vetëm zirja. Edhe bëhen perfekte, janë shumë të mira. Mos harroni quhen çeçi italisht, domethënë te Konad, pyesni ato vajza që punojnë aty dhe thoj çeçit me qiqrat. Tani gjëja e parë që do bëjmë, do vendosim një tenxhere me ujë për të valuar dhe do marrim ca tableta Knorr, dhe jatim 3 tableta Knorr me perime, që ta bëjmë super të shijshme langun. Këto janë perime të thara, dishidratuara, të kompresuara, janë fantastike për të bërë lëng perime super. Pastaj në tenxhere tjetër do të skuqim gjithë perimet si fillim. Do thonë ti qorojmë, ti pastrojmë, ti presim gjitha kubike dhe pastaj do i skuqim gjitha bashkë me gjithë trumzën e freskët. Mos jeni perfeksionista duke prerë perimet që ti preni gjitha njësoj, sepse në fund do grihen gjitha. Do bëhet si paka shumë pure. Edhe ca qiqra do i majmë kështu që të duken kokrat dhe të ndihen kokrat. Bëjmë sa crostino fantastik, pastaj me bukë, edhe ca feta panceta të mrekullueshme, do dalin një supë super e mirë. Ja, po filloj me selinon, ta mbrefim pak thiken. Qep kemi marrë, është preferueshme është e kuqja, kjo ëmbla, megjithatë mund ta bëhen edhe me qep tjera, ato të kuqet normale, s'ka problem. Wow. Shifi pret thika, shifi. Huja, e kam bërë kështu Se kemi shkruajt recetat ke fritoria. Okej. Se ti në... Ma bë pak mjekër mu. Të rojnë, gjithë në mëngjes. E kam patë filmin Rambos. Në mes pyjeve, me pasyrë duke rrujtur. Ja, e presin kubike të voçkla, që sa më të vogla të presin kubiket, aq më shpejt do zihen gjërat. Kështu që është më mirë për juve që se bëni sa më të vogla, sa më mirë. Unë kam ndodhë qepa që filloj e qaj tani, emocionohem. Qepet e kuqe janë shumë të mirë, janë shumë të ëmbla, por kur i pret janë që të kënaqin, nga domethënë i qan me lot. Mos harroni për mos me lotuar, kur preni qep, rrini afër një dritare që ka korrent ajrit, edhe keni fantastike pastaj, domethënë nuk e vjen gazi i qepeve të syt dhe nuk qani. Kështu gjë. Po kemi domosdoshme ne meshkuj që nuk qajmë kur, pastaj paktën qajmë kur qërojmë qepën. Ajo, më përdoni qepën se edhe pak vjen një pridhi që të bëjmë ca kështu, si quhen ato lojra. Bën gjame sikur një vrarë, sikur po qani, nuk di çon. Merrni 2 qep të kuqe. Shtrydhi pak të syri. Të syri me shtyri. Oh la. Opa. Hop. Okej, rrati edhe të marrë qep të qëruara. Është ideale të hapesh një kështu, po një fabrikë që të bëj vetëm qep qëruara, që mos qajnë. Po i vem kështu, mos, por ç'është jo bakteresh. E bëj me vakum. Pa ajër fare brenda. Qepet e kemi gati? Gati. Selinonin e kemi gati. Tani marrim karrotat. Ndërkohë lëngu këtu po bëhet, se shkrihen këto tabletat. Japim bashkëm gjitha bashkë. Japim një përgjigje. Oh yeah! Fantastico. Marrim qerusin e patateve, që na humbet gjithmonë. Ke parti kundi? No. Qa gjë? Okej, e bëjmë kështu pa qerus. Nëse nuk keni qerus patatesh, merret karrota edhe kruhet me thik. Domethënë, e kruni, shikoni, edhe hiqet e kura. Veçse do bëni pis gjithandej, do bëni pis edhe shpinë dhe çdo gjë tjetër. Presim edhe këtë kokën, bishtin, dhe vazhdojmë e krujmë. Ndezim tiganin si gjithmonë. Ndezim tiganin, ndezim sopë, më grovin tiganin, jetë pak vaj altis. Mos harroni. Na duhet dhe një thelb hudhër. Që ne kemi lënë hudhër ato mos më na morën sysh. Edhe po përdojmë përgatim gjitha. Kur marrin hudra, pastaj do na marrim sysh. Ç'a të bëjmë?
Eva, duhet me të marrë e udhër aty. Ja e presim. Edhe karotën mos harroni që duhet shumë kohë zirje, presim sa më të holla, që të zirjen sa më shpejt. Për një supë fantastike, përveç një lang perime super që mund të bëni me tabletet Knorr, është shumë e rëndësishme që perimet të skuqen shumë mirë me erza normalisht, por nëse nuk skuqen perimet mirë, nuk do dalin supa dhe që mirë. Kështu që skuqen sa më shumë dhe sa më mirë. Ja, karrota mjafton një se çka e goxhat muana. Ole. Unë qava pak këtu me qepën tani. Orte. Tani hedhim pak trumzën. Shikoni se Lukën e dryrit. Hajde këtu. Qofse keni trumz shpresët e shtëpia, përdorini ose edhe rozmarin s'ka asnjë problemi. Kishte ngec Luka, po më kishte fare. Keni kujdes trumzën me vajin e ngrohtë se kështu kërcet. Syt, veni pas syzve. Normalisht keni kujdes edhe vajin se okay, unë jam mësuar tani, por kur kërcet vaj super i nxehtë duar dhe të tmerrshme. Hedhim edhe karrotën direkt. Hole. Tani është shumë e rëndësishme që hedhim kaj piper dhe të skuqim shumë mirë. Skuqim mirë. Dako, hapim dhe kavanozit e qistrave, do t'i kullojmë të ujë, do t'i shpërlani pak se kanë atë lëngun salamojnë e tyre. Opla. Krip dhe piper. Ole. Keni goxha piper, se piperi shkon shumë me qiçrat. Dhe këtu kemi bërë një përzierje me piper të zi, piper roz dhe piper jeshil të thatë, që ta grej. Vaj me kripen, që të dirësisim pak perimet. Ole. Po si jeni shumë sepse tabletat Knorr kanë krip në vetë, kështu që mos e exagjeroj. Edhe kemi dhe qiçrat. E të shikoni që perimet e thithin gjithë vajin, do i shtojmë pak, sepse duhet pak vaj altis më shumë që të skuqen mirë. S'keni frikë me vaj se vaj u dhiri që shtojnë dhe domate, i hedhim dhe 2 kokra domate aty ke perimet i skuqin, kurse tjerat i majmë për dekor. Gjithmonë domatet mos harroni të skuqen një herë mirë perimet, pastaj shtojmë edhe domatet, mos keni kështu që thuhet, mos keni freta më. Mos keni nxitim. Rrini aty afër, meni aromën në gjithë perimeve. Bëni një sauna kështu me perime. Qiçrat janë gatshme, pastaj do të mësojmë edhe si të bëni një sallatë me qiçra, po më andej sa aty pjesa e verës. Të nona mund të hanë konsumuar edhe tani. Sepse janë bëhet të gatshme. Semra kok. Ja të buta. Pole. Të rrimë skuqe shumë mirë. Dhe shikoni kur perimet janë skuqura shumë mirë sepse ngjyra s'ka qenë më shumë, domethënë senoja bëhet më e jeshil, karrota bëhet më e kuqe. Domethënë lëshojnë aromën e tyre edhe skuqe po pak. Super. Ua, sa pizza kanë bërë vendin. Hoje. Oh yeah. Tani gati hedhim dhe tomatet. Hopa. Pastaj këto të fundit dhe prejnë shumë feta vetëm për dekor, edhe normalisht për shije se brenda të supa do rrinë. Shtojmë dhe qiçrat. Ata i shtojmë qiçrat, disa i lejmë janë. Që ti kemi konkret i shtojmë ka fundi pa kur kemi gri domethënë. Po, këtë pjesën më të madhe bëjmë krem, kurse tjetër e hedhim këto kokra ta djegë dhe ku ta arë supën ato kokrizat. Ola. Mos harroni erza sipas dëshirës tuaj. Duhet kemi pak dafin këtu? Ja, nuk kemi. Apo kemi? Kemi dafin? Dafin. Dafin kemi aty. Ja ku është kavanozi me dafin. Oh yeah. Dhe me thënë basi shijeve mund të janë edhe gjethe dafin, po vetëm një. Jo shumë se dafina, nëse përdor më shumë se një gjethe, nuk bën mirë për shëndetin. Po. Edhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme, nëse keni shumë pemë dafinë të shtëpia që këtu Shqipëri kanë pak, kanë goxha. Ka plot. Mos shkoni te pema, hiqni gjethin edhe lani e hidhni direkt. Është shumë e rëndësishme që thahet një herë gjethi dafinit, pastaj të shtohet brenda nëpër supë, nëpër salca, nëpër gjëra, sepse ndryshe e bën super të hidhur salcën apo supën që do bëjmë. Okej? Shënojeni këtë gjë. Mund të thani edhe me tharsën që doni shumë shpejt. Me tharsën e flovën. Ose vendi ideal është të leni edhe super furrës, no? Që të thahen vende ku ka më shumë ngrohtësi. Tu kemi marrë dhe pancetën. Ndezim edhe sopën për një tigan tjetër.
Voilà. Që ta skuqim, ta karamelizojmë pancetën që të bëhet kërce. Ja, kur kemi skuq gjitha perimet këtu, kemi perimet e skuqura, domatja fillon e humbet fart, humbet lëkurën, çdo gjë e skuqur tamam. Mund të marrim edhe merrni në tas poshtë që mos humbasni ujë, lëngun e perimeve edhe t'ja shtojmë me savaç. Shumë e rëndësishme. Tu lëngu është bë super. Wow. Hidhni brodën duke hedhur këtu te anët, te cepat, që do shkasin gjitha produktet që janë gjithë të sipër. Poshtë, up. Oh yeah. Mos harroni të panceta, që është ky sekreti që i herë skuqet panceta, pastaj për ta bërë kërce do një pik ujë. Shumë pak ujë. Ja sekretet të vogla po Do ju duhet. që të bëni gjëra super. Opa. Prandaj e skuqim pa vaj fare pancetën sepse në gradualisht në vetvete ka shumë i ndyrë, ka shumë vjam. Ne kemi përdorur panceta deri, po mund të përdorni edhe panceta viçi, ndërsa nuk ju lejohet të hani këtu pancet. Derit. Po që panceta derit është fantastike. Është super. Hopla. Dhe panceta më të mirë gjejmë ke marketet konat, thuani që ta presin holl. Është banaku në fund ku keni dhëshmëri shumë të larmishme djathrash edhe prosciutrat nga më të mirët italiane, direkt nga Italia, janë fantastike. Gjithashtu kemi edhe produkte vendit, janë shumë të mira. Edhe normalisht ajo zonja që shërbehet dymrava është fantastike, ju këshillon në mënyrën më të mirë, për recetën më të mirë. Që e shikoni të krype piper normalisht. Realisht ne na pyesin gjithmonë, çfarë do gatuani sot? Çfarë do gatuani sot çuna? Ku na shohin atje? Se Shkojmë ne me listë kaq takonit, o. Ole. Fantastik. Wow, sa arome. Po shtoj edhe pak fare trumz këtu. Oh yeah. Taturinat që kemi këtu, i gjeni edhe këto të marketet kona, dhe kemi të cepi frutave perimeve, ku është kendi frutave perimeve, edhe keni paketume të lara gati për konsum. I hapim, edhe përdorim. Ne këtë rast do i përdorim pak si dekor, por normalisht duhen edhe për shije, po do i hedhim në fund fare, kur çdo gjë do jetë shërbyer në të. Ideni për skuq pancetën, edhe unë për pres feta të holla buke. Që të bëjmë një brusketat fantastike për sipër. Që do i bëjmë t'i thekim të tigarin aty ku kemi skuq pancetën, Që të marrë aromen, që të marrë dhe aromen e yndyrës që lëshojnë. Po ka lisa dhe herë thikën. Edhe me cymë do shife. E provojmë edhe herë. Okej. Vetëm kur të presh këtë fletoren shumë për gjysmë do jemi kënaqur. Gjithë. Është shumë e rëndësishme që do bëjmë sa më të holla, që të dalin sa më kerce dhe sa më të mira. Normalisht janë edhe sa më të bukura kur janë më të holla. Edhe i presim kështu. Domethënë, kjo është çfarë e bukur që kemi, e presim kështu për shtremtat, si dalin sa më të gjata. Ja. Pra mos harroni se një bukë e thekur i shkon çdo lloj supe shumë mirë. Prandaj kur keni suprat, gjithmonë bëni një brusketë që i shkon tamam. Mos harroni bukën sa më holl. Edhe normalisht për të prerë një bukë sa më holl duhet një thik sa më mpret, edhe te marketet konat përveç produkteve fantastike për recetat tuaja, gjeni edhe pajisje gjëra që duhet për kuzhinën, si hapse verës, thika etj. Shumë të lira dhe shumë funksionale. Hola. Jam sot 4 feta, si shikoni, 2 pjata që do Ka bëj. marrë ngjyrë fantastike panceta, dhe i lejmë pak këtu, duke ndenjtur këtu, bën dhe kërce. Dhe yeah. e lejmë për që të bëjmë brusketat. Yes. Ja, kemi fetat e bukës që do e bëjmë mu këtu me pak vaj. Pak vaj altis, 1, 2, 3. krip dhe piper, si gjithmonë. Edhe pastaj kur tjetë të thekura, do marrim një thelpi hudër dhe do e kërujmë pak me thelpi hudre, që t'i japim pak fare shije hudre bukës, që të bëhet fantastike. Këtu i shtojmë pak brodo, apo lang perimesh. Hola. Shikoni sa të bukura dalin dhe brusketat. Në cilin vend të Europës pinë që brodo perimesh në mëngjes? Nuk sa më mend. Në Japoni mos ka Në bërë. Japoni duket? Se ato përdorin shumë suprat. Që është gjëja më e shëndetshme.
Super të gjë më e mirë. Prandaj ato janë gjithë kështu aq tall, elegant. Si faktikisht rrallë që se mendoni kem pak kështu azjatik të shëndosh. E vetëm sumot që i frynë apo sa fat. Apo sa fat që të bëhen sa më të mëdhej. Ola. A shumë e shpejt kjo gatime ka një zirje shumë të shkurtër, po të ishin qiqrat e thata fare, do donte një ditë zirje. Qoftë qiqrat e thata, do të lënë si fasule, do t'i lejmë një herë në me ujë gjithë natën, pastaj i zihem të nesme, po do duhet shumë kohë. Ka marrë një aromë trumze spektakël. Presim atë ca domate këtu të holla fare, i presim shumë feta trumbullake. Uapa! Sa më të holla. Up. Jem bosi ko ato afetetriqe që presin për shutrat. E kam preva shumë thikën që orë shket vedu. Vola. Atëherë, bëjmë dhe bukën aty. Kemi këtu. Uole. Që koni kemi pjeku mirë, do të thonë do digjen pak fare anash, por janë bërë kërce dhe të thekura fantastike. Super. Hole. Okej. Edhe domate tu të thësi kemi, të të fundit. Hopla. Hople. Ja pra ku i kemi dhe bukën e thekur. Sa të ëmblet qenkëm? Shisosa të bukur. I vëmë gjitha gjëra aty, pastaj që të kompozojmë sa më të bukur pjatën. Tiganin e heqim fare. Dhe keni kujdes, nëse keni një tigan të grotë, mos i hidhni kur në ujë ftohtë direkt, se ta mbushin i shtëpinë plot tym pastaj. Më mirë leni ftohet vetë. Kemi spes djegës të freskët këtu. Spes djegës freskët, po. Do të thonë, kjo që i tha... E kam parë një këtu. Për ato që dëshurojnë spesin djegës, tani është periudha që kemi spes djegës të freskët gjithë ndej, edhe mund të përdorim pak për feta. Në fund fare, nuk kemi. Okej, s'ka problem se kemi spesin djegës tona. Që është gjithashtu shumë i mirë. Peperoncino. E kemi shumë peperoncino, jo spes djegës, se bingë të lija. Voila. Oh, yes. Pak spes djegës në ditë është shumë mirë për shëndetin, mos egzagjeroni se pastaj... Jo shumë se pastaj do keni shumë probleme anësore. Efekte anësore. Na duhet një trapan tani, opa, se mu kanë ngatru këtu. Po thuj se është gati, që shikoni... Gjagri. Ta vejmë këtu sipër që mos në djegë dhe tavoline. Kako. Kam bo njëherë një dam të shtëpia, kur sa po kisha fillu shkollën e kuzhinës. Kishim ble shtëpinë e re në Itali, edhe kishim ble një tavolinë fantastike. Si që kam vu të nxerë në parë shumë mes tavolinës, bumë ishte bo tavolina me gumë. Kam mëngët sa sputat herë. Aj, vaj! Pastaj, da duhet një tenxhere bosh, një kullojse, edhe duhet filtrojmë nga gjitha erëzat gjërat. Gjitha erëzat. Duhet vendosim edhe pak fare pastaj në zjarr që t'i shtojmë qiqat të tjera, që të zihen pak edhe ato. Ta përfundojmë. Zakonisht në Itali përdoren dhe një pasta të vogël, domethënë kur i fusni si te pastat ato rumbullaket, po mund ta përdorni edhe kështu shjetoll si shjetoll. Shqetoll? Shjetoll. Do thënë mund t'i shtoni çdo lloj paste, edhe tagliatelle të grira, të vogla. Kështu, gjithmonë nga ato thatët veçama. E mund t'janë djegë nga thata këtu. Edhe do rriteni ato 7-8 minutet e fundit të zgjedhjes, se ndryshe do ju bëhet si dhaç, nëse e leni 2 orë për të pasta Sa brenda. më shumë, do të jetë shumë e lëngshme. E grim shumë mirë. Opla. Kjo është një pajisje shumë e mirë për kuzhinën tuaj. Blejeni ta keni një të shtëpia sepse ndihmon shumë organizmin, domethënë nëse i vendosin në trup gjërat gjatë grira, janë më të mira për organizmin edhe nuk e lodhni stomakun. Po, për të thonë, është për gjithë, e mbani për çdo lloj përdorimi, vetëm për të përzier llaçin, jo. Për çfarë flitet për kulinarin? Duhet, është shumë e rëndësishme. Ja, i dhe ti këtu? Po që duhet këtë ama. Që ta kulloj? Direkt me tenxhere. Opa! Gjithmonë avash avash duke përdorur lugen që të shkrihen gjitha gjërat edhe të kullojnë poshtë. Hopla.
Hop. Ule. Pastaj, kjo është zgjedhja juaj, mund të do të thënë mund ta konsumoni edhe kështu pa filtruar fare, që është shumë e mirë. Ja ta provoj pak. Është fantastike. Wow. Mungon pak fare krip, t'ja shtoj pastaj. Ja ku ke këtu për skardon. Kripën rregulloni gjithmonë në fund. Wow, sa bukuri. Opa. Ole. Keni kujdes se kërcejnë gjona. Allora, pak qiqra do i përzij këtu me domate. Lupla. Edhe pak fare do i hedhim mrena. Hoj. Kokra. Këtë domatet e qiqra, pak krip dhe piper dhe vaj. Që ti përzijim, se do në duhet për pjesën e dekorit siper. Vajati gjithmonë. Wop. Piper. Edhe pak krip. Nëse keni pak borzilok freskët është ideale. Ideale, ndryshe përdorni pak trumz të freskët, ja. Po keni kujdes ta hiqni nga ky bishti, që nuk ka e bishti. Ti marrni vetëm gjethet e vogla. E trumza është shumë fantastike. Ne kemi bërë ty pancet, por mund ta rregulloni edhe me peshk. Domethënë, bëni këtë bazën e qiqrave kështu si kemi kremin. Edhe ku t'i gjohë, mund t'jedhni një copë levrek, skuqur, kakaleca, kalamar, do ishte një zgjedhje fantastike. Shumë e mirë, peshku shkon shumë me qiqrat, me gjitha, edhe me fasulet për shembull, se një Me legume, do me thonë. Sa bukur kjo, ka një shije spektakolare. Oh yeah! Dhe kullbua, aty vendosim ato tjerat, hode. Vendosim gjithë produktet për kompozimin. Oh yes! Ja për kemi. Vendosim edhe pak të zjarri. Vendosim edhe zjarr për të përfunduar me shijen. I hedhim kripën që mungonte. Edhe pak fare, pak piper donte. Piperin nga lart, edhe kripën nga lart. Nga 4-5. Oh. Mani me 4. Okej. Edhe e kemi supën gati, tani është fantastike, të normalisht provohet nga fundi, edhe hidhet çdo gjë që mungon. Tani mund ta shërbejmë direkt për ta provuar se si është. Do jetë super fantastike. Që si shikoni është bërë kremoze. Hole. Uapla. Allora, ti shërbejmë të direkt, futemi këtu me Ja ku e kemi, dhe me thonë, kompozoni pjatën se mas dëshirës tuaj. Hirni pak supë. Oh yeah. Ja ku e kemi, uapla. Tok. Këtu. Ndërkohë që keni gjitha ingredientet aty, Ingredientet e mund të jepni rregulloni fantazisë tuaj. siç e doni. I vlejmë 2 feta bukë brusketës. Ule. Pak pancet kërce. Oh. Pak domate dhe qiqra. Nuk e dzeka kështu. Deshe me vu një fetë për zjatë. Të hongër treqi. Oh, la. Pak salatra. Pancete këtu. Është italisht quhen rustike këto, dhe me thonë në mënyrën e vjetër. Edhe ku ka gjë më të mirë se suprat me traditë të vjetër. Të janë fantastike. Opla, ua. Zemra kësaj sallate është shumë e mirë. Voila. Fantastike. Pak fare vaj udhiri duhet në fund gjithmonë. Dhe keni supën gati. Edhe një grirje piper. Oh yeah! Pak qiqra me domate.
Supë me qiqra, për 4 persona ju duhet 700 gram qiqra, 2 qepujka, 100 gram buk, 1 karrot, 2 selino, 50 gram djam derri, 2 domate, erza sipas dëshirës, krip dhe piper. Mund të hani edhe pak ftohtë, shumë e mjedhe ftohtë. Me që jemi në periudhën e pranverës, prandaj Tani do fillojnë pak ditë ftofta se gjithmonë marrë ka në fund fare sa ditë ftofta, mund të hani ngrohta dhe pastaj sa fillojnë prerje që fillon të ngrohet koha komplet, këto supë pak të vakët është fantastike. Pra kjo është receta jonë për sot. Mos harroni që ne shihemi çdo ditë nga e hëna deri premten në orën 6, krip dhe biber, me receta fantastike dhe me supë, me për gjithçka. me melësira, Me sallatra që tani fillon dhe pranvera. Ciao ciao.